Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu te robët e tij sjell disa gjëra të cilat nuk janë zakon të ndodhin në tokë. Pra, fuqia Allahu xhalla shanuhu i sjell ato gjëra të cilat njeriu nuk mund t'i kap, por njeriu nuk mund t'i kap ato. Por kur ndalemi dhe e shikojmë fuqinë e Allahu xhalla shanuhu, me njëherë nënshtrohemi ndaj saj, dorëzohemi. Sepse Allah xhalla shanu krijues i tokës dhe i qiejve, i asaj çka shohim dhe nuk shohim, nuk e ka vështirë që të krijojë disa gjëra për neve duken, po të na dalin të çuditshme. Ato i kemi dy llojshe, që i thojmë mucize, që në shqip e kanë përkthy për mrekulli, edhe keramete, apo të na i njoftën ma herët në popull si keramete, e janë gjëra të jashtëzakonshme cilat ndodhin në mesin tonë. Për mucize, një shpjegim thjesht mund t'ja japim, që mos ta lëm vetëm në ata që është mrekulli. Sepse njerëzit kur mësohen në gjuhën, në fjalorin e tyre, ti përdorin disa fjalë, mendja ju shkon, ashtu pra ju shkon mendja, që ato fjalë janë veshin edhe Allahu xhalla shanu, Zoti na rujt. Po ne ato fjalë që i kemi shërbemi, ashtu e kemi gjuhën. Kur thojmë për diçka mrekullia e Allahut, është ndryshe nga ajo që ka thënë neve, ky njeri ka bërë diçka mrekulli, një punë të mrekullueshme. Pra ka dalim të madh. Prandaj edhe fjala mucize të thotë një diçka që njerëzit s'u ne arrin, s'u ne bojnë kurr. Ato e bën vetëm Allahu xhalla shanuhu. Dhe mucizën, mrekullin, Allahu xhalla shanuhu ja u ka sjell vetëm pejgamberve. Dhe jo njerëzve tjerë. Për shembull, siç është mrekullia apo muciza e Musës alayhi salam, shkopi, edhe dorën kur e nxirte nga xhepi që bonte dritë. Pra shkopi cili u shndronte në gjarpër, edhe dorën kur e nxirte nga xhepi i bonte dritë. Si dhe mrekullia cilën Allahu xhalla shanuhu i ia dha Isës alayhi salam për të shëruar dverbrit, shurdhët, shurmemecët, për të ngjallë të vdekurit. Pra, gjërat cilat nuk janë dorë të njerit për t'i bëu ato. Por Allahu xhalla shanuhu këto gjëra ja ka mësuar vetëm pejgamberve. Ndërsa kerametet, apo ato gjëra jashtëzakonshme që ndodhin tek ne, që nuk kemi mësuar të shohim ato, janë ato cilat Allahu xhalla shanuhu i sjell robëve të tij të mirë, dashur, që neve në gjuhën e popullit i thojmë, po edhe ato të shariatit që kemi trashëguar pra, evlia. Pra jo çdo njerit këto gjëra të zakonshme i ndodhin. Gjëra të jashtëzakonshme. Dhe dallimi mes mrekullisë edhe këtyre gjërat jashtëzakonshme apo kerameteve është se mrekullin Allahu xhalla shanuhu pejgamberëve ja lënë dorë. Pra Musa alayhis salam kur ka dashur me bë shkopin me shndrun xhapre ka gjujt. Allahu xhalla shanuhu ka shndru. Pra u kanë posedim tyre të lëvizin me mrekulli. Ndryshe ka kerametet
që mund të ndodhin edhe ty, por nuk e kiti në dorë. Nuk e kiti në dorë, për më të ndodh ajo. Po Allahu xhalla shanuhu, në të dy rastet, si të pejgambert, ashtu edhe të evliat, dashnit e tij, i sjell këto gjëra për t'i ndihmuar atyre, për të argumentuar se haku e vërteta është me ta. Edhe këto gjëra ndodhin mas shumti të ata njerëz të cilët janë iman dopt, ose hiç s'kan iman. E para, të mrekullitë e pejgamberëve ka ardhur për ata që s'kan besu hiç. Dhe kur i kanë pa këto gjëra, është vërtetuar se me të vërtetë Musa alayhis salam apo Isa alayhis salam apo pejgamberë tjerë pra janë të dërguar të Allahu xhalla shanuhu. Ndërsa këto kerametet ndodhin edhe të muslimant, po me iman dopt. Prandaj thonë pse sa në kohën e sahabeve ka pas keramete ma pak. Për arsye se besimi i tyre nuk ka pas nevojë t'ju vjen diçka, t'ju ndodh diçka për me ushtu besimi atyre. Ata kanë qenë rregull. Po vjen kjo gjë për ata të cilët janë iman dopt. E ne kemi fjalën për këto të fundit, jo për mrekullit, por për kerametet. Për cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam na sjell një hadith që e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, e ky hadith transmetohet te Imam Buhari, te Muslimi edhe te Imam Ahmedi, dhe teksti vjen nga Imam Muslimi. Ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Nuk kanë folur prej fëmijëve, prej foshnjeve në djep vetëm se 3. Pra është fjala për në djep. Për ndryshe ka pas fëmijë që kanë dalë për djepit, kanë hesë ndoshta, po ala s'kanë fol, po edhe tyre ka pas që kanë fol. Po është fjala në këtë hadith pejgamberit alayhis salam për 3 fëmijë cilët kanë fol në djep, pra të foshnjet posa lindura, jo që kanë marrë vetën, me hecë 1 vjet apo sa. I pari për tyre ka qenë Isa alayhis salam. Se Merjema alayhis salam nuk ka qenë prej pejgamberve, se për femrave s'ka pas pejgamber. E Allahu xhalla shanuhu ja ka sjell këtë keramet, këtë gjë të jashtëzakonshme. Momentin ku ajo ka pasur mas tepërmi nevojë që t'i vjen një ndihmë nga ana Allahu xhalla shanuhu për një mrekulli që Allahu xhalla shanuhu e bëri në barkun e saj. Pra mbet shtatzan pa e prekur dorë mashkulli. Dhe kur qifutet si zakonisht, pra më në mes qifutet si zakonisht, akuzat i kanë shumë të leta, edhe në shpifjet, edhe shka të ngjesin ata nuk e kanë për dert. Shikoni ta shka bëjnë Palestinë, dhe sa mbysin njerëz se gjitha të këqija çka bëjnë aty, akuzat janë më të lehta për ta. Dhe nuk ishte Merjemi alayhis salam e cila e para u akuzua për diçka të dytë, si e degenerume. Por më herët, edhe ato shumë më herët, ishte Musa alayhis salam, cilin aq shumë e lëndun, aq shumë e ofendun me fjalë. E dim neve se mas provumit janë pejgambert. Mandej ata që vinë ma poshtë, që mundohen të shkojnë rrugëve të pejgamberve. Mas provumit në ata i thëshin Musës alayhis salam se ti je i shterpt, nuk lind. Kjo akuza e parë. Dhe nuk ndalen me këta, janë veshën edhe nja. I thanë Musës alayhis salam se ti ke bën zina me një prostitute. Edhe Musa alayhis salam si ishte duke dhënë ders, qohën qifut e paguj një femër për të qurë me xhlisin e tij, pra në vendin e tij ku kanë të dhënë ders, qohët kjo prostitute dhe i thot se ti ki bën zina me mu. Shikoni shantazhimet e tyre, skandalet. Ata vazhdojnë edhe sot, deri në ditën e sotit.
me udhëheqësat shteteve, sidomos me ta. Nuk e lën një me qenë i pastër, një. Prandaj është lobi mason, që gjithkund në botë është. E derisa s'ke komunizmi, se komunizmi jo mason, për te masonve ke. I ka kry detyrat e masonve edhe ma tepër i ka kry bile. Derisa s'ke komunizmi, komunizmi e kryti detyrën e tyre. Lufto fen, lufto vlera, lufto gjithçka çka ka të bëjë me Zotin. Po tash është kjo demokracia, sikur tash na po marrim frymë mashlirshëm, se nuk është më hekrim mbi kokat tona. Tash ka demokracia, çka më bën? E kemi tash nëpërmjet klubeve. E çka është më çudi, se këto klubet i quhen klube rotari, që janë të përhapura gjithkund nëpër Kosovë. Edhe udhëheqësat e tyre, do ta dim ato, janë prej nesh. Hasani, Hyseni, kanë do emna, qështu. Ata janë argat të shifutve, që projektet e tyne këta i krynë këtu. E normal të ta, sun heq do kosh, se do të kontribosh për ata. Do të jesh pasanik, intelektual, doktor, mjek, si sene, jesh do njani me hi aty. Ata synojnë kokat, synojnë parin e një vendi, të pasur dhe intelektual. Pse? Zakonisht njerëzit për mostër, për model i marrin, që është dikush ma i ngritur. Valla filan mjeku, që kam ri, filan profesori, e duhet, pa tjetër tjena ta, që filan pasoniki, mos me pas kur gjonat farotare, s'kish hi aty. Tash kanë mri edhe tek ne. E atjerë të Musa a.s. Kështu ishin të organizuar ata. Nuk lishin shantazhim pa i bon pejgamberve, derisa dhe i mbytën. Dvetmit që përmendën Kur'an pe popujve që kanë myt pejgamber janë çifutët. Edhe dvetmit që mas tepërmi Allahu xhaleshanu i ka përdorur për ibret, për shembull të keq, janë çifutët. Po i thojnë kësaj femre, me xhlisin e Musës a.s. thuj që ke bën zina me mu, me pejgamberin. Po nalët Musa a.s. para saj mase, dhe një që po dëshmon për vetën e vetë se ka bën diçka të keqe, bashkë me pejgamberin. E njerëzit janë dopt në shpirt. Ato e dim, inna nefse le emmaratun bisu, shpirti anon ka e keqja. Kur t'nim diçka të mirë për dikun, na mbyllët goja me thonë mashallah, elhamdulillah, Allah ja dhasht, ja shtoft. Kur t'nim diçka të keqe, hësa shpejt e për hapin. Me njëherë. Edhe kjo ndodhi me pejgamberin Musa a.s. me këtë femër. Atër Musa a.s. pi drejtohet asaj pi thot, pasha që ma mundësoj mu, pasha Allah në gjellëshanu, që me këtë shkop, ku im shodha detit, o qa për gjys, kalzhet vërtetën. Dhe po qohet kjo prostitutën me xhlis, po i thot Musës a.s. Vallahi o Musa, ti e maj pastër se sa shiju që bjerë prej qiellit. Po janë këta të shifut që më kanë pagu më të shantazhu kështu. Pra nuk është Merjema a.s. e para që është akuzu. Plot. Por Allah xhaleshanuhu pasi kryen këtë procedura, dhe më thonë, erdhë koha e lindjes saj, fillun njerëzit folin, i shkun i thanë Merjemës, o Merjeme, as babën, as nanën nuk i ke pas kështu, çka na bën e ti? Ajo po thot shabën me shenj ka fëmija. Fol një fëmis. Ata pithojnë, kejfe nuk kellimu men kane fil mehdi sabia, si ti folim dikuj që është në djep, një fëmije që është në djep. Atëherë Allahu xhaleshanuhu me ndihmën e tij e sjell këtë keramet te Merjema alayha salam, edhe thot Isa alayhis salam,
inni Abdullah, unë jam robi Zoti, ata njël kitabe, edhe më dha libër, pra për Injilin. I posa lindër, edhe, a thumë, mbaroj kjo punë, mas tepër me inat që kanë pas, me ligjet e Allah Gjellëshanuhu, kanë qenë të shifutët. Kokë forësi që kanë pas, ndaj ligjeve të Allah Gjellëshanuhu, kanë qenë të shifutë. A pranun? Jo. Prej asaj dite, e deri sot, ajo akuzi ka mbet Mërjemës a.s. Për është që dëshmoj vetë ajo foshnje ti, saj nuk ka bab, ka qenë dëshira Allah Gjellëshanuhu mrekulli, për të treguar njerëzve, se dhe hiç pas e bepe, të krijoj, të bëj. Prandaj ka thonë Allah Gjellëshanuhu për Isën a.s. se shembulli i tij është, surat Al Imran, ke methali Adem, si shembulli i Ademit a.s. E ka kriju 5 gjëje. Ashtu është edhe Isa, mos çuditemi pse ka kriju ashtu. Ademi a.s. ka kriju që pa baba pa non. E sulli 5 gjëje. Pra, kjo akuz që u dëshmu mandej se doli e shpifur nga qifutët. I dyti që foli është një fëmijë, gjithashtu me një njeri kjo ngjarje ka ndodhur të prej pasuzve të Isës a.s. Ka qenë me emrin Gjurejq. Gjurejqi ka qenë një adhurues i madh. Sa që e ka bon një vend, një xhami të vetën, vetëm aja t'ju falte. E një dit i shkon nëna vetë për vizit, edhe thret pi për jashtë, ja Gjurejq, o Gjurejq, a ishte në namaz, edhe po thot në veti, nana apo namazi. Pra që ti përgjigjëm nanës, atë vazhdoj namaz, po ishte fal namaz, na file. Edhe po thot, valla namazi, po vazhdoj namazin, s'pi përgjigjet nanës, aje po thret, ky s'po del. Po vjen ditën e dytë, prap po e thret nana, prap për vizit për vjen, o Gjurejq, aj prap namaz, nana apo namazi, vazhdo namazin. Vjen ditën e tretë nana ti, prap thret, o Gjurejq, aj prap namaz, nana apo namazi, edhe vazhdon. Por nana ati kësaj radhe herën e tretë, e fundit e sajna, që për viziton, po e bon kitë dua duke i thonë, o Zot, bonja që ti sheh laviret, sprovoje me lavire. Dhe nuk shkoj një kohë që futët. Tash po kthehemi prej Mërjemës a.s. Prap po dalim këtu. Pi Musës a.s. Prap të ky njeri. Prap që futët. Po e gjojnë një lavire, po e paguajnë. Edhe po i thojnë shko te Gjurejqi nga smoje. Shkon e gjen namaz. I deshët i sillet bërë, kur gjë hiq. Dështon del. Pi nati që s'u bën kur gjë me ta, takon një barin rrugë. Ban zina me ta, mbetet shtatzon, ditën kur e lind, kjo prostitute shkon dhe bërtet të shifut thët, ky fëmijë, që keni paguajë për të Gjurejqit, po, është i Gjurejqit. Shkojnë ata turr, dajak, t'ja prishin atë faltorën e tij, me temel, e ngrenë zhag, s'po di njeri shka u bo, për shka po mrihni? Tha, ki bo zina, ky fëmijë është i yti. Thot, më tregoni ku është ai fëmijë? Shkon aty. Edhe i thot fëmijës, i drejtohet fëmijës në foshnje, sa ka lindur, në djep, i thot ati, trego kush është baba yt. Edhe fëmija flet, i thot baba im është filan bariu. Atë shoh njerëzit duke përqaf, duke e prek ata, ja ndërtojnë faltorën e tij, edhe thonë ta ndërtojnë prej ari. Thot jo bëni çka të qenë prej dheu. Dhe i fundit, pra fëmija i tretë i cili ka folë në djep, është ai i cili me nonën e vet, që ka pas në gjin, ka lënë një mashkull, një burr. Hyper me një kafsh, tregullume, vet i veshur, i bukur. Dhe nëna vet kur e sheh ashtu,
thot, o Zot, bën e fëmijën tem sikur ky. Edhe fëmija qohet, çush është të thith xhi, qohet edhe e këshyr. Edhe kthehet fëmija. Thot, o Zot, mos më bën si ai. Kush është ai? Ishte një mendje madh, një arrogant. Që fëmija se deshti veten sikurse ai më kon. Po vazhdon mos nai kjo rrugën e saj me fëmijë. Njëjtë të thith xhi, po e shef një grua do njerëz e kanë kap, pe ngren zhat, po e rrahin. Edhe pi thojnë ki bon zina, ki vjell. Ajo po thot sen s'kum bon. Edhe ky fëmija e çon kryt, e shef, edhe bën dua. Jo, nona në fakt nona e tij. Thot, o Zot, mos e bën fëmijën tem sikurse kjo grua. Pra me këto akuza që i pat. Fëmija e çon kryt e shikon atë grua, thot, o Zot, bënëm si kjo grua. Pse? Se ajo s'kish pas asgjë. Po të shifut janë ata të cilët e akuzon ato për vjedhje dhe për zina. Nëse i shohim këto ngjarje kështu, çka na del nga ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam? Sepse çdo gjë që ka sill pejgamberi alayhis salatu wassalam është për mësime. Prandaj duhet marrim ato mësime nga ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam. E para është se akuza është krim i rënd, krim i madh. Ta akuzosh një njeri pa ditë gjë për ta, është gjë e madhe. Me mujt edhe gure, drungue, çka ka dëshmojnë. Prandaj Allahu xhalla shanuhu i sjell këto keramete te evlijat e tij, te dashnit e tij, momentet më të vështira. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai që i ka frikë, dro Allahu xhalla shanuhu, Allah i çel rrugdalje. Andaj ata ishin njerëz dashën të Allahu xhalla shanuhu, nuk deshti Allahu xhalla shanuhu që ndoshta vdesin ata, e të vdesin me këto akuza, pa e dit njerëzit vërtetën se cila është. Prandaj Allahu xhalla shanuhu këto akuza që i bën ata atyre, u vërtetoi se janë të shpifne nga njerëzit të cilët nuk dëshirojnë të besimtarët shohin gjërat mira. Pra kjo është e para se si krim, do të thonë që kemi aty. E dyta është bamirësia apo mirësjellja me prind. Është gjë e madhe. Edhe nëse janë pyetje ibadetet, a pot? Thot Hafidh, një prej dietarëve të umetit, nga ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam e nxjerrim këta. Se kur jenë nafile ti, jetë kryeni punë vullnetare, edhe të thret nana ose baba, do të më lën ato. Pa në manë në mend, një ibadet, jo në internet. Është fjala për ibadet. Nëse jenë namaz, të falë, po të thret nana dhe baba, jo me zgot namazit i me vazhdue. Nëse je afër për me krye, krysh. Nëse jo, jep selam edhe shkon. Kryen obligimin atë thirrje që të thret. Sepse thot thirrja e nanës edhe babës është vajib. Obligim është për ty. Prandaj secili prej nesh e tulim vetin e të shohim. Vesh një zot nanës apo të babës atë dëgjojmë. Edhe nëse s'është na thirr neve, se ka në herë edhe indirekt na thirrin. Tash nuk i them neve dikujt ta lë namazin. Jo namazin, le internetin, le ato punët e dynjas dhe shko kryesh ka ata kanë nevojë. Pra nga ky hadith i pejgamberit sa del se nëse jeni ibadet, do të më lën më u përgjigj babës edhe nanës. Po mirë be hoxh, edhe baba dhe nana, Allah, ty li far. Sa do ata më të bë keq, sa do më të munu, sa do më të rënu me fjalë, sa do, kur mos ja haro ato çka ata kanë bën për ty. Prandaj, sa mund t'i dalim neve hak nanës, kanë shkuar kanë pyet Abdullah ibn Omerin dhe i kanë thënë, njëri prej shokëve ti e kanë bajt thot nanën hax në qaf, në tavaf, në Safa, në Merwa, në Mina, në Arafat, kreti kum kry nanën në qaf. Po i thot, a i kum dal hakit? Po e këthen Abdullah ibn Omer, po thot, vallahi si ke dal hakit, as edhe për një dhimt, kur t'ka lind ajo ty. As edhe për një dhimt.
Qa shko ka e vështirë? Qa shko ka e randë? Kë mesele? Po, valla. Pra kjo është e dyta. E treta, gjithmonë njerëz e prish, degenerum. Kujdesen që besimtarët ti devijojnë. Prandaj nuk lën akuz, send pa e qit. Nuk lën send. Prandaj e kemi në kohën e Lutit alayhis salam atë fjalë që i kanë thonë: "Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Nxirrni këta prej vendit juaj, arsyeja pse po do të jenë pastër. Ose keni më bon sikur ne, apo dëgjojmë tash në media? Sa s'po thënë sikur ne. Ata pëtojnë vetit, ne jemi evropianizu. Që që evropianizu ti? Vajza bën çka don. Gruaja bën çka don. Djali bën çka don. Do më thonë çka koka ka puna? Çka evropianizim koka? Do më thonë bënu sikur ne. Ose dilni, nxjerrni piktushit. A keni që po thënë tash? Shkani ma të talibansat atje, në Afganistan. Shkani atje në Arabistan. Atje keni vendin ju, pse? Se nas përdojmë mukanën si kur ta. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Zirni sa ta përdojnë më konë të pastër. Ose keni më bon si kurse na, evropiant, ose ikni shkani atje, ku muni mi kry këto gjenat e ju. Pra njerës të tillë ka çdo herë cilët në mesin e besimtarëve të shohin vetëm të këqija. Duaja e nanës apo duaja e prindve është te Allahu xhalla shanuhu e përgjithshme, domethënë e kthyme. Edhe nëse vonohet ajo. Sikur të kish bën nona xhurexhet, alo ma tepër, alo kish më sprovu. Sa e buni atë dua, zot sprovoj me lavire. Çka i dul? Sigur të kish bë ala dua, Allah xhaleshano ala kish më sprovu me gjëra tjera. Gjithmonë ka njerëz cilët bin prej e dezinformatave, shpifjeve, rrenave. Edhe në të gatshëm ata. Pak me një këtu, një rren me qit, shkon e rrena, kur vjen fund, edhe ky që e ka qit e beson. Kur ti vjen këtina. Pse? Një e ka gjetë vendin, terenin. Po mirë, filoni hajnë. Adë në rregull, filoni hajnë. Mirë, çka dishti për tonë? Po jo, ai ka thonë. Kush është ai? Prandaj ka thënë Allahu xhalla shanu: "In ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu." Nëse vjen një prisht i degeneruar me një lajm, vërtetone? Jo me marr ato me përhap. E kjo është kemi plot domethënë mesin ton. Tjetra është se duaja është armë e muslimanit. Prandaj xhurexhin e pamnive. Kur i tha ku i drejtua ti djali, me duat Allah xhelle shanu që të fol. Ajo çu dhe e vërtetoi. Tjetra është se Allah xhelle shanu çdo herë të robët e tij nxjerr domethënë nga krizat kur ata gjenden. Edhe tjetra është kur Allah xhelle shanu e sprovon robin, mos pret robin me një herë mi ardh ndihma Allah xhelle shanu. Gjithë këtë përgatitje ne që përbajmë, gjithë këto fjalë, për çfarë janë? Për të përgatitur për këtë dynja. Kur vjen sprova, ka plot pi njerëzve që thojnë me ta Nasrullah, kur është ndihma e Allahit, kur vjen ajo. Prandaj shumë fjalë të mirë ka thonë Zoti di se kush e ka thonë çeton, ka thonë se puna e një robit kur bjen sprov është sikur se puna e provimit kur ish provim. Ty o profesor, a ke pas o profesor ai? Shkruaj aty. Tash në provim. Edhe Allah xhelle shanu po të këshyr. Çato që i kem mësuti, hajde tash çitin provim, çitin jetë. Prandaj kur vonohet ndihma Allah xhelle shanu, mos kujto se të ka harru, të ka lanë. Ajo vonon. Por jo nuk është Allah xhelle shanu që haron me ta sjellat ndihmë. Prandaj njeriu vetë i gutshëm ashtu është që na çështëjmë namazin. Befal tash pi xhumos. Me njerë se vapët mi marë të dera që ati, në kesë edhe me dalë. Ja. Nuk mos të gutemi ashtu. Prandaj, kur në gjindemi në sprova, mos të humbim mbështetjen Allahun xhelle shanuhu. Prandaj lusim Allahun xhelle shanuhu që të përmirësohemi. Nga kjo hadith e pejgamberit alayhis salatu wassalam ti përmbajmë këtyre mësimeve të cilët dolën
Dhe jonja është që çdo gjë që ka për pejgamberit alayhis salatu wasalam ta mojmë si duhet nëse dojmë të kemi sukses këtë jetë edhe në botën tjetër. Lusim Allahu xhalla shanu të na bëjë për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe i ndjekin ato më të bukura. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.